Shpesh herë përpiqemi të ndryshojmë të tjerët duke i kritikuar, por ky qasje rrallë funksionon. Njerëzit frymëzohen më shumë nga shembulli sesa nga fjalët. Në Kuran, Allahu thekson se ndryshimi i një individi ose i një komuniteti fillon nga brenda vetes. Vërtet, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë atë që është në veten e tyre. Surja Er-Ra'd 13-11. Ky ajet na mëson se ndryshimi i jashtëm është i lidhur me përpjekjen tonë të brendshme. Nëse duam të ndikojmë të tjerët, së pari duhet të punojmë mbi veten dhe mbi qëndrimet dhe veprimet tona. Ky është një parim themelor që vlen për familjen, komunitetin dhe shoqërinë në tërësi. Dhe përkujtimi u bën dobi vetëm besimtarëve. Ky ajet në nënvizon që përkujtimi dhe frymëzimi mund të ketë ndikim vetëm te ato që janë të hapur për të pranuar dhe shpesh një shembull i mirë ndihmon në këtë proces. Kur ne i pranojmë të tjerët ashtu siç janë, me të mirat dhe të metat e tyre, ata ndihen të vlerësuar dhe më të hapur ndaj ndryshimit. Në të njëjtën kohë, duke u përmirësuar vetë, ne i tregojmë se ndryshimi është i mundur. Kur ti bëhesh versioni më i mirë i vetes, duke u treguar i durueshëm, i dashur dhe i përgjegjshëm, ata fillojnë të të shohin si një model që frymëzon. Fëmijët mësojnë nga sjellja, jo nga fjalët. Po ashtu njerëzit përreth kuptojnë që ndryshimi nuk është imponim, por një proces që fillon nga brenda. Në fund, forca më e madhe që mund të ndikojë të tjerët është shembull personal. Kur ti ndryshon, bota përreth teje ndryshon natyrshëm. Në Kuran ka ajete që flasin për këtë gjë. Ajeti 28 surja El-Enfal thot: "Dhe dijeni se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm një sprovë, dhe se tek Allahu është problemi i madh." Ky ajet na kujton që fëmijët dhe pasuria jon janë një sprovë nga Allahu për të testuar sjelljen tonë, durimin dhe përkushtimin ndaj tij. Gjithashtu në një tjetër ajet thot: "O ju që keni besuar, vërtet disa nga bashkëshortët tuaj dhe disa nga fëmijët tuaj janë armiq për ju. Prandaj keni kujdes prej tyre, por nëse falni, kaloni mbi gabimet dhe i mbuloni ato, atëherë vërtet Allahu është falës dhe mëshirëplot." Këtu Allahu na udhëzon që edhe nëse marrëdhëniet me familjarët na sprovon apo vjen me vështirësi, duhet të tregojmë falje dhe mëshirë. Pra prindrit dhe fëmijët janë një sprovë për ne, ashtu siç edhe ne mund të jemi një sprovë për ta. Fëmia që largohet nga rruga e Allahut mund të jetë një sprovë e madhe për prindrit. Në këtë rast, prindri që është i devotshëm dhe i lidhur me Zotin duhet të tregojë durim dhe përkushtim. Është detyrë e prindrit të përdorë dashurinë, urtësinë dhe mirësinë për të udhëzuar fëmijën e tij drejt Allahut, dhe jo të përpiqet ta kthejë tek Allahu me forcë. Në vend që të përqendroheni te ndryshimi i tyre, përpiquni të kuptoni perspektivën e tyre dhe të qëndroni të duruar. Prindri duhet të jetë një shembull i gjallë i besimit dhe të lutet vazhdimisht për udhëzimin e fëmijës, duke besuar se Allahu është ai që udhëzon zemrat dhe që u përgjigjet lutjeve. Nëse është e kundërta, nëse një fëmijë është në rrugën e Allahut ndërsa prindrit e tij nuk janë, atëherë kjo është një sprovë për atë fëmijë. Në këtë situatë, ai fëmijë ka të drejtë të vendosë kufi dhe të distancohet nga çdo sjellje që mund ta largojë nga besimi dhe devotshmëria ndaj Allahut. Por edhe në këtë rast, ai fëmijë duhet të tregojë respekt dhe mirënjohje ndaj prindërve, ashtu siç na mëson Allahu në Kuran. Ne kemi urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindrit e tij. Kjo tregon rëndësinë e ruajtjes së respektit ndaj prindërve, ndërsa njëkohësisht mbetemi të palëkundur në besimin dhe adhurimin tonë ndaj Allahut të vetëm. Siç thot Kurani, ti nuk mund të udhëzosh atë që do, por Allahu udhëson atë që dëshiron. Pra, zgjidhja e gjithë kësaj është durimi, përkushtimi dhe falja. Ti pranojmë të gjithë për atë që janë dhe të mësojmë të qasemi me mirë kuptim dhe dëmshmëri. Nuk është e lehtë, por përmes këtij procesi ne jo vetëm që do të gjejmë paqen brenda vetes, por do të mësojmë të trajtojmë sfidat me qetësi dhe mençuri. Kujto gjithmonë se i vetmi person që me të vërtet mund të ndryshosh, je ti vetë. Lejo që ndryshimi brenda teje të jetë një shembull që pasqyron madhështinë e Allahut dhe ndoshta një ditë
edhe ato do të fillojnë të ndjejnë dhe të vlerësojnë atë dritë, atë paqe dhe pranueshmëri me mëshirën dhe dëshirën e Allahut. Faleminderit që më ndoqët, uroj që kjo video dhe ky mësim i bazuar në Kur'an t'ju sjellë dobi. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.